Zoti Lima, herën e kaluar ju thatë se ka posur disa lëvizje. A ka kësaj radhe ndonjë lëvizje edhe a ka ndonjë ndryshim të qëndrimit të nismës socialdemokrate? A ditë ka pas lëvizje, kur më thonë për ato letra që ishin. Po. Domethënë kishte letra edhe nga partia parë, kishte letra edhe nga partia tretë, kuptimin që u lëviz diçka pavarësisht tani rezultatet i pam përgjigjet. Po shpresoj që, si me thënë, po hargjohen në gjitha këto mundësitë, eksplorimet që janë duke i bërë forcat politike. Momenti është më i thirrë përgjithësisë. Të gjithë do të kuptojnë që institucionet Kosova urgjent duhet me i pas. Bota rajoni rreth neve është në trazim. Kosova nuk e ka luksin me vazhdu me vetë kështu. Sa më shpejt na duhet institucionet, sa më shpejt na duhet një qeveri në punë, e cila i jep dinamik dhe impuls të ri ekonomisë. Gjendja ekonomike në Kosovë kur ma keq ka qenë, duhet urgjentisht marrim përgjegjësi për ta rilëvizur ekonominë e Kosovës, diplomacinë e Kosovës dhe çdo shteti të merr përgjegjësi që i takojnë. Shqeni njerëzit kanë votuar. Përgjegjësia është e madhe. Çfarë kjo do na më shumë zgjedhje? Ata na kanë zgjedhur për të zgjedhur institucionet. Në politikë, madhështia në politikë është sikur të hyjnë media. Media lirë është kur ju jeni të gatshëm në një studio me ndëgju ato që nuk është e këndshme për juve e me vazhdu me bashkëbisedu. Kjo është media lirë. Dhe në politikë është një gjë. Duhet bashkëbisedojsh, e tulësh të tentojsh me gjetë marrëveshje me ato që s'pajtohesh. Me ato që pajtohesh nuk ka nevojë marrëveshje me pas. A keni pas vetë fundit ndonjë ftesë për këso marrëveshje me lëvizjen vetëvendosur? Nuk kemi pasur ftesa nga askush. Unë e pres që në këtë frym forcat politike të jenë të përgjeshme edhe të kryejnë misionin që e kanë para votuesve vetë, si cila nga ne. Nisma ke drejtim do të jap kontributin e vet sipas fuqisë që e ka. Ne kaq kemi fuqinë tonë politike, kaq kemi mundësinë, edhe në këtë kontekst, në këtë mas që e kemi, do të jemi të përgjeshëm. Prandaj edhe kemi thënë që nga fillimi. Po, ne i përgjigjëm ftesa, ne ulim, bashkëbisedojmë, nuk do të që pajtohemi. Po ulim e bashkëbisedojmë, tentojmë për të pajtuar. Po dhe mos më pajtu, ka dikush që do të gjindet pajtimi, edhe marrëveshjen. Kjo kështu është sprovimi deri në limit të taktikave ose të durimeve të cilat besoj do të jepet fund, sikur që thash. Njerëzit janë zgjedhur për të zgjedhur institucionet. Vendimet politike të jetë s'ka të Të zhblokkohet kjo situatë, keni 3 vota, pse s'po votoni? Nuk zhblokkohet me votat tona kjo situatë. Edhe ju e dini. Nuk zhblokkohet. Ju duhet përsëri për forcat politike të cilat kanë përgjegjësi të mëdha këtë anë. Edhe ju dini si bëhet ajo punë. Kosova ka nevojë për një shumicë parlamentare shpejt që